Prezantuesi i emisionit Report në Rai 3, Sigfrido Ranucci, është bërë njohur në vendin tonë pas transmetimit të emisionit dedikuar marrëveshjes për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë, edhe përplasjes me kryeministrin shqiptar Edi Rama. I është bërë atentat me bombë. Ngjarja tronditëse ka ndodhur gjatë natës në qytetin Pomezia pranë Romës, ku makina e gazetarit njohur italian Sigfrido Ranucci, drejtuesi i emisionit investigativ Report, dhe ajo e vajzës së tij janë përfshirë nga flakët pas një shpërthimi. Mbrëm një pajisje shpërthyese u vendosën makinën e gazetarit dhe prezantuesit të Report Sigfrido Ranucci. Makina shpërtheu duke dëmtuar edhe makinën tjetër të familjes dhe shtëpinë ngjitur. Karabinierët, njësia e operacioneve speciale, zjarrfikësit dhe ekspertët mjekoligjor ishin në vend ngjarje. Zyra e prokurorit kompetent ka filluar hetimet e nevojshme dhe është njoftuar prefekti. Fuqia e shpërthimit ishte aq e fortë sa mund kishte vrarë kudo që kalonte në atë moment. Ky është postimi dramatik i publikuar në profilin e programit Report në rrjetet sociale, siç raporton Corriere della Sera. Sulmi ndodhi rreth orës 22 në Campo Ascolano, një qytet midis Romës dhe Pomezias në jug të kryeqytetit. Shpërthimi dëmtoi edhe makinën tjetër të familjes, e cila zakonisht përdorej nga vajza e cila e kishte parkuar atë rreth orës 21:40. Ndërtisa e gazetarit u dëmtua gjithashtu nga jashtë, por për fat mirë nuk pati viktima ose të lënduar. Sigfrido Ranucci foli me Corriere della Sera pak pas orës 2 të mëngjesit në telefon. Vajza ime kaloi para makinës sime disa minuta para shpërthimit. Ata mund ta kishin vrarë. Sipas prezantuesit, mund mos jetë rastësi që disa ditë më parë shpalla temat e hetimeve të reja të Report. Karabinierët dhe zjarrfikësit shkuan në vend ngjarje për të shuar flakët që kishin përfshirë makinat dhe për të siguruar zonën. Ekspertët mjekoligjor gjithashtu ndërhyën. Ranucci raportoi se u përdor të paktën 1 kilogram eksploziv. Ranucci ishte përballur më parë me kërcënime e frikësime, të cilat janë raportuar të gjitha dhe gjyqësori ka qenë duke hetuar për disa kohë. Gazetari, një prezantues i hershëm i programit investigativ Report, është i zënë duke u përgatitur për sezonin e ri të programit, i cili do të shfaqet premier më 26 tetor në Rai 3. Vet Report shkroi në profilet e tij në mediat sociale. Makina shpërtheu duke dëmtuar gjithashtu makinën tjetër të familjes dhe shtëpinë ngjitur. Forca e shpërthimit ishte aq e fortë sa mund kishte vrarë kudo që kalonte në atë moment. Pas publikimit të reportazhit për Shqipërinë, Sigfrido Ranucci deklaroi se shefi i qeverisë shqiptare e kishte telefonuar pas publikimit të dokumentarit ku atakoi sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave Ongjëlla Gaçi dhe marrëveshja për emigrantët me Italinë. Rama shprehej atëherë se ndjej i keqardhur që zëvendës drejtori i Rai 3 e cilësonte telefonatën civile që ai ka patur me televizionin pas publikimit të lajmit si ndërhyrje e Kremlinit. Rama tha se publikimi i pretendimeve për lidhjet e vllajt të tij Olsi Rama me grupet e trafikut nuk është fakt, por është një gënjeshtër e cila po përballet me një padipër kallëzim të rrem në Shqipëri.